Ka kaluar ende një javë nga vdekja tragjike të riut Burim Minahi, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident fatal, dhe ende pa u tha lotët e dhimbjes për këtë vdekje të re, Gostivari është tronditur edhe nga një vdekje e një të riut tjetër. Bëhet fjalë për 26 vjeçarin nga Gostivari Veton Preshova, i cili mbrëm është gjetur i vdekur në banjon e shtëpisë së tij. Trupi i pajetë u zbulua nga kushëriri i viktimës. Sipas informacioneve të para të policisë, viktima është gjetur i vdekur në vaskën e mbushur me ujë, ndërsa afër tij ka qenë kyçur në prizëm tharësie flokëve. Vdekja e viktimës ka ndodhur kur ai ka qenë vetëm në shtëpi, ndërkohë që prindërit kanë qenë për pushime jashtë shtetit. Dyshimet e prindërve se djalit mund t'i ketë ndodhur diçka kanë lindur në kohën që ata vazhdimisht janë munduar ta kontaktojnë të birin, por në anën tjetër nuk është përgjigjur askush. Atëherë, prindërit të shqetësuar për fatin e djalit kishin kërkuar nga familjarët që të shkojnë në shtëpi dhe të shikojnë se çka po ndodh me djalin e tyre, me të cilin nuk arrinin dot të binin në kontakt. Dhe kur kushëriri futet në shtëpi, ballafaqohet me pamjen tragjike të riut 26 vjeçar. Varimi të ndjerit është bërë sot me namazin e drekës tek varezat e reja në lagjen Mllaki, ndërsa duaja e faljes i u bë tek xhamia e Sahatit në Gostivar. I ndjeri rrjedh nga një familje të njohur intelektuale në Gostivar, ndërsa ai po ashtu njihet për numër të madh shokësh dhe miqësh, të cilët nga dita e djeshme publikisht kanë shprehur dhimbjen nëpërmjet rrjeteve sociale për vdekjen e tij në moshë kaq të re. Ata që njihnin e përshkruajnë si njeri të shoqërueshëm, korrekt dhe zemërgjër. Andaj lutja e tyre dhe të gjithë neve është që Zoti i botrave ta falë dhe ta mëshirojë, duke e shpërblyer me të mirat e botës tjetër.